Tani, dakord, erdhe ti këtu, u zgjidh ky problem, erdhe në Partinë Demokratike, kryetare me morë dhe rrëzuat e Tiranën, se Tirana njëri zotin doje. Do njëri unë them edhe, unë të rrëzoj dhe vira ime në njërë, po të vene gjithesh. Do njëri të zotin edhe, se edhe gjatë, ka shumë gjatë, e Tirana vajti gjatë, po i afrohet doktorit. Tani erdhet ju, do shkoni kryeministër, si që t'i bëni këti vendi? Se këtu edhe atë lartë të sjellësh kryeministër, ka probleme shumë zënja Mereme. Qa do bënit ju këtu? Do ishit njerë kryeministër e vendit? Patjetër, po t'isha në kryetar Partisë Demokratike Shqipërisë, do bisha opozitën në pushtet, unë do isha kryeministre. Këtë parti do mbanje në këtë mënyrë organizimi, si parti njerë pastaj? Ja. Qëllimi im kryesor... Ti do shkrije së pari Partinë Demokratike, të Nuk do i shkri. Jo shkrije në kuptimin të ta shkrije fare, jo. Se ajo nuk shkrijet, edhe si kur ti vesh bombën atomike, ajo nuk shkrijet si parti. Po, do të regulonje si të tu është. Unë do përpiqesha që Partia Demokratike të kishte gjithë frymën e rinisë, të rinjve të pa konsumuar, të pa përlyr, me krime, me korupcion, me histori të shumtuta, me persona, absolutisht me gjithë persona që kanë kontribut, por mendoj që doktori dhe gjithë grupi që është shoqëror kanë zgjedhur modelin e shumtuar për të bërë opozit. Dhe mendoj që ato kështu nuk kanë të ardhme. Përveç se do vazhdojnë mund të humbin nëse numrohen vota, nga 2000 mund të shkojnë me 50. Nëse numrohen e bardha, e zeza, pastaj me i bëjë qefin vetës, mund të ja bëjnë qefin vetës sa të dush. Okej. Po ministra kështu qa mund të menje për shumë? Do menje gra më shumë, apo? Se gra do t'ja afrosh e stilit të Ramës pëste. Si do shkojnje të kjo? Se një njeri që merë përsipër tani, të marë partinë kryesore të opozitës, me ndonë edhe me këtë do t'a zgjidhur. Këtë do të resë për t'a zgjidhur, se Flamurin do t'a... Ja për shembull të kalojmë të Flamuri. Flamurin do t'a mbajnë sekretar të përgjithshëm. Që të mos kalojmë tek pozicionet që do i jepsha unë atyre. Unë krahas zgjedhjes dhe emrit tim për kandidate, kam kriju dhe një ekip, që janë ekip intelektualësh të mirëfillt me kontribute shumë të larta në fushat të ndryshme. Mjekësi, arsim, ekonomi, në fushin e ligjit. Pra, patjetër që do ishin ekspert. Se pa ekspert... Pra, ekspert do të ishin njerëz që do të vishin në qeverisje. Patjetër, nuk do bisha militantët se grumbulloj 100 vota dhe merë bëni ministrë. Flamuri nuk do kishin asnjë vend qeveri të edhe ne. Se ti këtu bën armiq partinë. Atëherë, Partia Demokratike mendoj si edhe qeveria ka pozicione për të mbajtur të gjithë nga 2 pozicione që të mos bëhemi tafmaqarë, se për shembull kemi rektorin që ka 10 pozicione dhe nuk të del koha me bë asnjë detyrë. Pra, duhet të japish kontribut në ato detyra ku ti ke mundësi dhe të japish njërisi për vete, për komunitetin, për kolegët, për të mirën e popullit. Nuk mund të bëjmë dikë edhe ministër, edhe zëvendëskryeministër, edhe kryetar partie, edhe antari bordit paqes, janë shumë gjëra. Kuptoj, po... Por të mos tremben asnjë ato që janë në PD, nëse unë nesër do jem kryetarja e Partisë Demokratike të Shqipërisë, nuk do bëj luftë me njerëzit, por çdo gjë është me radhë dhe me sër, kaq. Do me thënë, nuk është se vokshi, për thëmë, gjithë to do jenë preferuaret e tua, për të patur në pjesët më të larta të qeverisjes. Një aktualisht një kryetare gruaje të PD-s që është e martuar, jeton në një shtet botës, por është kryetare gruaje. Do vinte këtu kjo? Kjo nuk do vinte këtu, po flas që jas janë pozicionet. Si kuptova? Është një kryetare gruaje për shembull në një X zonë apo qytet që është martuar, është banore në një shtet të Europës, por e mban ajo pozicionin e kryetares gruas në një rreth. Pra duam njerëz të efektshëm. Është kryetare gruas tu dhe është martuar dhe jeton jashtë. Po, banore e një shteti. Po, është kryetare grave në Shqipëri. Po. Po ndaj Partia Demokratike merr gjithë të vota kur votohet. Gjithsesi në lidhje me skualifikimin tim, sapo më ka ardhur emaili, jam paraqit dhe kam bërë ankim në gjykatë.
ankimi ishte në kohë super shpejtësi dhe për të kapë çdo afati, pasi unë kisha shfrytzuar rrugën administrative në kryesinë e PD-s dhe nuk mora asnjë përgjigje. Nuk mora as kopje të vendimit të skualifikimit tim as 24 orësh. Dhe u detyrova që bëna padinë në gjykatë, kërkova masën e sigurimit. Gjykata tani deri tani si sjell çka ka thënë? Gjykata mos është me doktorin ai. Gjykata në vlerësimin tim ka qenë E pavarur, e panshme. Nuk ka qenë e pavarur, madje mendoj Çka që kërkuat aty tani në unë kërkova masën e sigurimit padis pezullimin e zgjedhjeve në datë 23 maj, Kërkuat pezullim e zgjedhjeve në datë 23 maj, që nuk u bë. mja ta shpjegoj, kualifikimin tim në garë, përjashtimin e zotit Berisha, për efekt të neni 46 të statutit që i ka Ti përfundu. ke dashur Berishën, Berishën mbetesh vetëm ti pastaj. Jo, kishte edhe kandidat tjetër, është dhe kandidati tjetër, pranëm të- avukati i Salianin thua ti? Jo, është ai Vladimir, ishim 3 kandidat që na u Qartë, pranë. qartë. Pra, unë, Zoti Berisha dhe Vladimiri. Gjithsesi, mendoj që... Po, eksakt, çfarë ishte fjalia që ju përjashtoi ju? Çfarë ju përjashtoi ju nga ky kandidim? Çfarë u tha? Atëherë më kanë thënë vetëm arsyeja e vetmja kriter që unë nuk plotësoj, si mas kryesisë PD-s, nuk kam mbajt postet larta drejtuese në Partinë Demokratike. Por nëse... Po kërkon një post? Pse jo? Kjo ishte dhe kryesorja, pastaj kriteri nuk fliste vetëm për post drejtues në parti, aty fliste dhe për kontribut në komunitet apo shoqëri. Besoj që një mjeke që i shërbejnë 36 vite gjithë popullit, kontribut më të lartë shoqëror nuk ka çfarë të ketë. Pra ishte kriter shumë, gjithsesi, ato janë kryesia që më kanë skualifikuar. Një nga pikat në cilë të përpoj të kape, pjesa gjithë. Vetëm kjo ishte pika që unë nuk isha post të lartë Nuk në ishe post të pozicionin lartë. drejtuese, po. Interesant, po kjo pikë shqiton njeri kur, që këtu mbeten vetëm këta që kanë postet larta dhe në rregull. Atere, Gjithsesi, masa e sigurimit padis nga gjykata, unë e kam çu padin me post dhe besoj nuk ka në ligj në Shqipëri që ti kur e çon me post, ti thuash postës që do paguaj dhe një tarif. Dhe nuk na ka lajmëruar gjykata për seancën paraprake, se normalisht duhet kishim bërë një seancë paraprake ku bëhet edhe plotësimi nëse gjithmonë gjykata ka vlerësuar që ka padia të meta. tani, një pikë që u përpoq kundërshtarët dhe ata që s'donin për ju, nuk ju donin e të gjithë, ishte dhe që bëri bujë, dhe u përpoqën disa njerëz, ta dhe që një deklarat ju në programin tuaj njëra nga pikat e programit lidhej me respektin për të vdekurit. Por unë mendoj që mirë bëni këtë punën me respektin për të vdekurit. Atëherë në respektin për të Patjetër që edhe në Shqipëri kemi probleme s'pari me respektin për të gjallët, por dhe për të vdekurit nuk është keq të mendojmë se ata... Ja, respektin unë e kam trajtuar në Shemë report doktori të... mendon në një mënyrë të veçantë.